Të para korruptorit në mision hyna bana pak një hulumtim edhe pash që rastet e vrasjeve, domethënë grave që ka ndodhur viteve të fundit në Kosovë, pothuajse të gjitha janë në marrëdhënie familjare ose burri, domethënë partneri, ish partneri kështu që edhe në gjitha këto raste ose në shumicën prej tyre ka pas një dhunë paraprake ose një dhunë të lajmërume ose ka pas ndoshta edhe reagimet institucioneve, kështu që me ju përgjigja asaj pyetjes juaj se kanjëherë është krim individual, po në ato që ka ndodhur deri me tash në Kosovë, kanë qenë raste që veç kanë qenë sistem disa prej tyre ose ndoshta shumica prej tyre. Me një fjalë. Po nëse institucionet nuk I kanë marrë hapa, tashune nuk pa kanë rast, nuk e di çka ka ndodhur se cilin rast, po nganjëherë institucionet bajnë atë sa munden, po nganjëherë mundet me pas edhe na lëshim edhe ka pas raste ku edhe gjykatat. A duhen me pas lëshime të tilla, sepse po flasim për vrasje. Po, edhe nëse flasim për vrasje, lëshime të tilla nuk duhet me pas asnjëherë. Jo, po mendoj para se me ndodh vrasja, se kur ndodh atëherë është tepër vonë. Domethënë ka raste kur janë dhunë familje, domethënë ky nuk është një problem I vogël, është një problem I tonë sistemit, sepse rastet e dhunës familje nganjëherë personi kthehet prap me jetu me personin që e ka ushtruar dhunën për shkak se nuk ka ku me shku, institucionet tona hala nuk kanë, domethënë nuk kanë siguru kushte ose shteti nuk ka siguru kushte për raste tilla, edhe nganjëherë ajo dhuna e vazhdueshme bjen edhe deri te vrasja. Ndoshta kolegët kanë me shtu diçka. Patjetër, çështjen e sistemit drejtësisë që them rasti